Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun Jalla wa ala falendrojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdatat bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët dhe çdo ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër besimtar, mirë se takohemi në këtë tribunë të radhës. Po them të radhës nga se Hoxha Abdurrahman, Allah është përbleft nga bujaria dhe mirësia dhe respekti, na mundson që jo rrallëherët të takohemi së bashku në këtë xhami, në këtë aktivitet. Andaj shizoj Hoxhën Abdurrahman për këto aktivitete, për këtë kujdes, së bashku me xhamatin e tij. Po normal, ndroj edhe këshillin e Bashkisë Islame në krye me doktorin Valon Efendiun, dhe këshillin përgjithësi për organizimet e mira që jeta fetare në Gjakov tjetë me të vërtet në shërbim të komunitetit, në shërbim të besimtarve përmes organizimeve të ndryshme. Tema që është lajmëruar me folësonte, nuk përmend e që dikush e menon çashtot, që përmend Hoxha, po Hoxha Allah shpëlbej ka përvojë me njerëz edhe jo din goxha mirë dhe dhimbjet, po tema ka të bëjë me një garë, po ajo garë te kalon dimensionin të rasaj që përmendë shumë ma tepër se që neve mund në shkumenja. Të ndërum, na jetojmë me një kohë ku fjala garim nuk është fjale pazakonshme. Jënë do terme që imbjetojnë të gjitha kohrave, e garimi ka mbjetu të gjitha kohrave. Njerë gjithë kanë garu. A kanë garu mirë, a kanë garu jo mirë, a kanë garu në gara që përkasin, që i takojnë a jo, kjo pastaj është çështje tjetër. Po garimi ka qenë gjithmonë pjesë përbërëse e jetës së njerëzve. Edhe kjo në të gjitha nivelet. Garojnë edhe familjarët mes vete, garojnë kojshit, qytetet, shtetet, popujt mes vete. Pastaj edhe nivelet e ndryshme të njerëzve garojnë mes vete. Çdo prirje të natyrshme që e ka njeri, shejtani tenton me deviju. Edhe garimi është prirje natyrshme. Allahu Xhallahu Ala e ka kriju njeriu me prirje që të garon. Kështu që në fillim garimi nuk është në start i refuzuar, nuk është në start domthonë i gabuar. Mirë po, manifestimi i tij në jetën e përditshme dhe orientimi i forcës garuese mund të jetë ai që gabohet edhe keq përdoret. Sigurisht shumë tjera. Epshi përmendet zakonisht në kontekst negativ. Allahu Xhallahu Ala ka begatu njëri me epsh, nëse mos të ishte epshi, nuk do të vazhdonte lloji njerëzor, nuk do të ushqejë njëri, nuk do të pinte, nuk do të ndinte kërkesë as nevojë për këtë çështje. Ama problemi është kur shejtani pastaj këtë forcë që i ndihmon njerit e përdor në dëm të njeriu. Prandaj neve na duhen kuptime të duhura, na duhet një udhëzim i rëndësishëm që këtë prirje të natyrshme, këtë ndjenjë normale në mes të njerëzve e orientojmë ç'është duhet, duke filluar nga kuptimi i drejtë e pastaj edhe zhvillimi i duhur i kësaj ndjenje dhe kësaj prirje. Allahu Xhallahu Ala flet për garimin në Kur'an, madje hafizi Allah shpërblej për ato ajete të përgjithëra të surës Al-Hadid, përmendi që aty, domethënë Allahu Xhallahu Ala thotë wasabiqu, garani. Domthon garani, po për ku? Kjo është çështje që do ta diskutojmë sonte inshallah binina. Pastaj Allahu Xhallahu Ala ndaj tjetër, "Wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun." Atë në këtë që po ju flas për të, këtu garani. Prandaj garimi është kërkesë hyjnore. Garimi është mejdan i rëndësishëm i jetës, ku njerëzit në bazë të garimit zhvillojnë aftësitë, ngritën, arrijnë e kështu me radhë. Pastaj gjithashtu të ndërruar vëllezër, nga mirësia e garimit është se njeriu duke garuar gjithmonë domthon plotësohet. Po të mos ishte garimi, njeriu kur nuk din a është tamam atë nuk është tamam. Një që jeton i vetmuar në ishull, të ndërruar vëllezër. Edhe e ka një kasull të vogël. Kur në jetë s'ka po se të kasull. Atia përmbush kërkesa që e kasull. Edhe për te nuk ka stimulim që me rregullu. Pse? Për shkak se më mirë nuk shë, nuk e di që ka më mirë. Për kërkesa ti mendon që kjo është e mjaftueshme dhe mbet gjithmonë i stagnuar. Momentin kur kalon diku ku ka dhe një banesë tjetër, një kasull,
që mund me kom pak me e gjonë, thëtë ta, përshet, po bëj ke mu zhënuafëm. Në ajë tjetër ka soll, e bën që e kjo me garu tash, ose mu avancu në zërimin e kasollës, në ngritjen e kapacitetit intelektual e kështu me radhë. Prandaj, fakti që ne jetojmë njëri me tjetrin, gjithmonë aftësitë e tjetrit na provokojnë, na bojnë që na me ecë përpara. E këto gara tani ka njëra mund të jenë në favor të bashkëpunimit njerëzor, por nga një mund të jenë në favor fatkeqësisht, po them, në favor të armiqësisë edhe urrëties njerëzore. E garimi bashkëkohor sot fatkeqësisht në shumë fusha nuk i shërben bashkëpunimit njerëzor, po më shumë i shërben, domethënë dominimit, tendencës për epërsi dhe i shërben padyshim edhe futjes së urrëties dhe përhapjes së zilisë në mesin e njerëzve. Kërë që shihni që edhe vendin tonë për shembull është një garim në fusha të caktuara që ka bërë edhe familjarët me uzben në raporte mes tyre. Një garim i pamshirshëm materialist që e ka kuptimin e vet njerëzor dhe human. Në këtë garim pastaj fatkeqësisht është shfaq sikur sa zilia, urrëtia mes njerëzve, është paksu bujaria, për shkak se mendon se nëse unë jap këtina, ky të të njësë përpara, andaj nuk kam kohë më dhon kërkuj, nuk kam kohë më ndal, e shumë probleme tjera që fatkeqësisht i çet në shesh garimi i gabuar. Prandaj është shumë e rëndësishme të ndërruar zër na të flasim për garimin që na takon. Do thotë na në start nuk po e mohojmë garimin, sikur të thash garimi është me rëndësi. Mirë, po flasim për atë që na takon, nga se pas ka garim që nuk na takon, pas ka garim që nuk na përket. E është mirë që, madje domosdoshme, që njeriu me të vërtet këtë temë për shembull me ditë shumë mirë. Çdo temë është mirë me ditë. Po do tema që marrin mund, shpenzojnë energjinë e njeriu, madje ja marrin jetën e tij, o shumë rëndësi me ditë. Nga se parmëna për shembull që tan jetën ke vrapu edhe ke garu në shtegun e gabuar. Në fund del nga dunjaja edhe mendon se je kampion, mendon se je i pari, e thuhet ti e ke uq komplet shtegun e burr. S'është me ngajt hiç ke shteg. Ke ngajt vadihava, ke vrapu vadihava. A nuk është huqe kjo? Valla huqe e madhe është. Madje Allah xhallahu ala flet për disa garime të pa kuptimta, edhe thot dhalika huwa al-khusran al-mubin. Allah thot dashni me pa çish huq njëri aksion e çdo. Ja i huqur, ja i humburi. Allah na ruaj. Andaj keni pa sa është keqardhja e madhe e njerëzit të gjykimit. Po më ne keni pa duke dëgjuar ajetet koranore që Allah flet për keqardhjen e madhe të njeriu. Pse? Çka po mundi keq? E po mundi keq fakti se e kupton se realisht ka vrapu në shteg të gabuar, ka shpenzuar në projekte të dështuara. Kohën e ka kaluar me të vërtet atje ku s'ka as problem. S'ka certifikim. Nuk ka dekorim për te, absolutisht. Ka humbje, ka shgënjim dhe dënim, Allah në rujt. E këso njerëzit të këtë plot. Madje ka pyet Abdullah ibn Mesudin, cili është ajeti më i frikshëm për ty në Kur'an? Ajeti më shumë të ty, duke që realisht ka kërcënim të, ka ajete që ka kërcënim, edhe ka ajete që janë ajetet më shprezdhënëse në Kur'an. Ka ajet që është ka ajeti më shprezdhënës. Prej ajete më shprezdhënëse, sikur se ka unë shumë ulema të tafsirit, ajete surën Zumar. Kul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. O ju robët e mi që e keni tepruar gjunoa, shikoj Allah po, ama shumë keni bëu gjunoa. Mos e humni shpresën nga falja, nga sa Allah i fal këtë gjunoat. A ka ajet më shprezdhënës se kjo? Kjo ajet i jap shpresë çfarë do mëkatari, çfarë do gjunaqari i jap shpresë. Se mundësia përmirësimit dhe ndryshimit ekziston. Në kuadër të saj ka pyet Ibn Mesudin, cili është ajeti më i frikshëm për ty që më shumë të ty të bën muni jo mirë, ka thonë ajetin surën Kaf. Ku Allahu xhallahu ala thot: "Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Thuaj, Allahu thot, thuaj, a doni t'ju tregoj për më të dështuarit, akhsarina a'mala, më të humburit, më të dështuarit. Kush janë këta? Ata që mundi ju shkoj huq, e ata tanë kohën ka mënu se të fitu. Që kjo është? Tanë kohën ka mënu që joni mi pari, jem kampion, më kanë zjedh, më kanë livdu, më kanë bo, a i ka mënu që qështu?
por vrapimi ka qenë në shtegun e gabuar, ka qenë nga motivi i gabuar, me qëllime të gabuara. E Allahu tha, alladhina dalla sa'yuhum. Kjo shiko, dalla sa'yuhum, i ka pranuar Allahu xhallahu dy sane. Dalla ja ka huq, sa'yuhum angazhimi, angazhim ka pas, lodhje ka pas, vrapim ka pas, ai s'ka hub se ka nejt, ai ka hub se ka punu. Se do njerëz për shkakun thosh, a dim pse s'ke kalu në shkollë, pse flajshe? A në këvele ka flajt? Ama ky s'ka flajt? Ky ka vrapu, kjo që sabah ka ngajt, vrapu atje, shka atje, u lodh. Sikur se Allah thotë surën Ghashje, wujuhun yawma'idhin nasiba. Fytyrat e lodhura, transkapitrat të gjykimit, tasla naran hamia. Mirë po, fundin e kanë xhenemin, Allah na ruaj. Andaj nuk ka puna që ky dembel kon, nuk ka puna që ka qenë neglizhent ka flajt, jo, ka qenë shumë aktiv. Mirë po, ka vrapu në shtegun e gabum. Ka vrapu në shtegun e gabum. Sikur se për shembull të ndonjëherë tashmat një garë në atletik, edhe shtegu ku të me vrapu, apo përcakton, po më në komisioni i olimpiadës, ku ka me vrapusit. Ai që ka bën nuk shkon atje, thot po nga një maleve, se këto është më mirë, ai lodhet, kputët, apo terreni është më i vështirë, edhe në fund për shembull thot me këshyr me kalori, me këshyr me vrapim, me mund, unë më shumë kombo thot. Sahi po atje nuk ta certifikojnë mundin, të për shkak se për me ta certifikuar mundin, edhe me të vlerësuar në kuadër të garuzve, është dashur këtë shtek me garu. Ti këtu s'ke garu, më fal, po qysh unë jam lodh, a di sa më çtuve, s'pesha asuje, këtë bëdi hava thon. Nga se është dashur në shtegun e caktuar. Andaj ndërmjetër është begati e madhe shumë që Allahu xhallahu ala më të udhëzon në shtegun e duhur. Shumë më rëndësi. Pastaj kur je në shtegun e duhur, edhe ngadal me shku, shpërblesh. Edhe i vënu me kon dikur paguash, nga se je në shtegun e duhur. Ama me kon shtegun e gabuar, edhe me vrapu sa dush, edhe i pari me kon, nuk certifikosh. Nga se Allahu thotë, e kush të ka thonë me vrapun kështek? Kush të ka thonë? Andaj nuk ka çështja me lodhje, nuk ka çështja me kondicion, çështja është me rrugën e duhur, me shtegun e duhur. Përsa Allahu xhallahu ala të ndërum, ajeti i parë që në mësën çka me kërku nga Allahu xhallahu ala është ajeti i shtegut. Ihdina s-sirata al-mustaqim. Në uzon në shtegun e duhur, o Zot që mos lodhemi, mos vrapojmë shtigjeve, e të bredhim u dhe dënjas e të humbim. Ja, në uzon Allah në shtegun e duhur. Ihdina s-sirata al-mustaqim. Shtegu i duhur, më rëndësi është shumë më rëndësi, shtegu, ku jeti të vrapu, kush të ka thonë me ngajtu? Allahu e vrapo pra. Prandaj të ndërun vëllezër, është shumë rëndësi që njeri do më kuptu se garim duhet me pas, garimi është pjesë e natyrshme e njeriut, mirë po është më rëndësi që para se me fillu garimin, me përcaktu shtegun e duhur. Andaj, cili është shtegu jonë? Ku duhet vrapuar? Cila është gara që neve në takon të ndërun vëllezër? Gara që neve në takon të marrim pjesën e te, është gara për të cilën në kaftu Allahu xhallahu ala. Veç, asë një gara nuk i përgjigjemi tjetër, përveç garës që në kaftu Allahu me garun te. Dhe çdo garë tjetër në dunja që ne marrim pjesën te, duhet tjetë në shërbim të kësaj gare, ju në kundërshtim me te. Çdo garim tjetër jashtë kësaj gare, që është shpërputhje me këtë garë, është lodhje e kotë, humbje kohë. Dhe mund i pashpërbyer. Prandaj ne garojmë në ftesën e Allahu xhalla xhelalu. E Allahu xhalla wala na ka ftu ku me garu. Ku na ka ftu Allahu xhalla wala me garu? Na ka ftu çati ku e lexoj hafizi Allahu. Allahu xhalla wala thot: "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardi as-sama'i wal ard." Garani, nxitani ku të këfali Allahot dhe xheneti, gjërësia e të cilët është qejt e toka. E qëtu garani? Garani për xhenet, garani për shpërblim të Allahot mënduar, garani për punë të mira. Dhe Allahu xhallahu ala prap të ndërum vëllezër në surën El-Mulk përmend garimin dhe përmend shtegun. Shumë rëndësi. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah është ai që ka krijuar vdekjen dhe jetën që t'ju sprovon kush është më vepër mirë. Shikoj, s'ka thonë kush po bën vepër të mirë, po kush është më vepër mirë. Momenti ku përmendet aspekti krahasimor i bie ka garë, kush është më vepër mirë. Në fillim të surës, Allahu ka përmend, shikoni kjo të ndërvozur është udhëzim i madh.
Ky Kur'an s'ka kundërshtim nga Allahu xhallahu ala. Fillimi i surës Kaf flet për garën. Fundi i surës Kaf flet për shtegun. Fillimi i surës Kaf çka thot ejukum ahsanu amala. Kush nga ju është më vepër mirë? Nuk kush po bën më shumë vepra të mira. E kush po vetë më të mira? E Allahu xhallahu ala në fund e përmend atë. Apo? Faman kana yarju liqa rabbih fal ya'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbi ahada. Allahu tha kush prat mu taku me Allahun, se ka qenë ngar, tash pret që Allahu me shpërbli për garën, e kush dën që Allahu me shpërbli për garën, kujdes dy sala. Le të bëm punë mirë, edhe Allahu shok mos i bën. Kanë thonë dietarët, këtu janë kushtet e pjesëmarrjes në garë dhe shtegu të duhur. Domethënë, mos i bën Allahu shok, sinqeriteti. Punë të mira në rrugt të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Çka është fjala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pjesëmarrësit e garës janë ata që e kanë, domethënë, deklarimin dhe qëndrojnë në flamurin e shahadetit ku thuhet la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ky shteg thot nuk e adhurojmë askë pos Allahut dhe nuk e adhurojmë Allahun pos çish na ka mësuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Ç'kjo është domthon, ç'kjo është certifikimi i pjesëmarrësve në garën e duhur. Që të certifikosh me la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah certifikosh. Pa la ilaha illallah nuk mund të certifikosh. Nuk smush me kon pjesëmarrës në garë, ti mund edhe këtë garë me ngajt. Me kon edhe këtë shteg me kon, po si e certifikum. Si për shembull një tifaz me zbrit pe binës edhe ngan. Ai po kja ke jo kalon. Ama në fund jam fal po se kia çanë nuk e regjistru. Apo a ka mundsi? A ka mundsi në tifaz këtë me u kalu atlet. Ka mundsi nga sa kush e di çfarë tani me bën atje. Ama thonë jo, para sa më shteg dosht u certifiku se i atlet klubin që përfaqëson kush je ti me ditën e pjesë e garës apo. Ande ka njerëz që mund marr xhami me xhinu, ama nuk është i certifikuar me la ilaha illallah, sa është pjesë e garës. Nuk është pjesë e garës. Andaj certifikimi për garën, shtegu i dur dhe dinamika e kërkuar, janë pjesë të rëndësishme të garës që na morëm pjesë. Ai certifikimi bëhet me la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pastaj rregullat e garës përcaktojnë që ti je i sinqert për Allahun xhalla xhelaluhu edhe në rrugën e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Këtu kur janë të rregulluara të ndërvozur, pastaj mënaj ma let e vazhdojmë rrugtimin tutje në garën që na takon. Ç'kjo është gara që na takon? Gara që na takon është garë që duhet të certifikohemi për këtë garë. Është garë që i përgjigjemi Allahut se ai na ka ftuar për këtë garë. Është garë që synojmë përmes saj faljen e Allahut dhe shpëlimin prej tij. Edhe është garë e cila, domethënë, vijat e saj janë kushtimisht sinqeriteti dhe pasimi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të ndërrozë, pejgamberi e ka kultivu të sahabët mentalitet në garimit. Unë i ka shti me garu. I ka ditë me garuam. Përshta për shamu pejgamberi shpesh ka thonë, kush e bën që të punë, felehul gjenne. Cili? Ka unë i arzak. Ka për shamu ka një mundësi, edhe një sahabe, ka unë edhe, ta ka përcej kjo. I ka mësu me garuam. Sikur sa hadithi Ukash ibn Muhsin radhiyallahu ta'ala anhu, ku ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë me hinë xhenet nga ummeti jam 70.000 min ghairi adhabin wala sabiqi hisab. S'kan me hinë min ghairi hisabi wala sabiqi adhab. Kanë me hinë xhenet pa llogari edhe pa dënim. Ukash ka qenë pas nga ja Rasulullah, lut Allahun të mbytyne. Lut Allahun, kanë ti mbytyne. Një aty kur e pa që po bëj kjo çështu, apo tha adhone e ath, u krytha. Ta ka përcaj kjo punë, është pungare, tonë zinëzën, tonë së në marë vend në parë, apo? Njën e marë vend në parë, tjetër një, dytë e treta, ma i vend në parë një është, apo? Ma i ka mësu me garu për e ka mësu, i ka mësu. Edhe gjithë mund i ka mësu me garu për çka? Sarë ka onë, kush për garan, kush për kërë që të pusë, si ka onë, jadho një ministri. Si ka onë kështë, apo? Ka onë fele hullë gjennë, apo? I ka ngritë për e ka mësu në nivel të ahiret, apo? Nga se që atje është realiteti i garimit të ndërë vëzarë. Edhe i ka mësu që garimi më po në frymën e besimit në Allah xhallahu ala që zemrat mos të mbushen zili. I vetmi garim të ndërë vëzarë që garuesit
duhen me zveti, edhe ja dojnë të mirët një tjetrit një garimet në ahiret. Çdo garim të dunjas, a keni pa? Përdon hased, pa tjetër. Zili, inat, urrëtie, dëshirë me dështu. I vetmi është garim për herë që këna qef, po unë kom qef, mu shpëri ma shumë se te, ama kom qef dhe ti marrë me mu. Ndaj sahabët ka bo qytetë këtë punë. Për shamë, garust, kush ka qenë garust? Ebu Bekri më Omerin e ka ngaru me zveti. Po ka ngaru, apë. Balë më në Omerin me ka përzuj, po ka onë me këtë njëri s'ka kur që shtyve të morëm. Kër ka arë lufta e të bukut, pe ke mësë ka kërkun dim për sahabëve një mu, për me financu ushtrin, nga se ka nevoj. Edhe Omeri ka pas punë mirë që atëherë. Ka mbledh do pare se një tregti ka dhe zmin, ka nësat, e nëzohë Ebu Bekrin të pa pregaditën. Edhe gjysën e pastrisë për gjysën, 50%, i ka mbledh, kej që ka pas, për pare deponu me arja që ka pas në atë ku, edhe ka njerë e që. Ka thonë pejgamberi, madha tarakta li ahlik, e familjes që ka i dhe, se shumë ke pru, ka thonë ja u larë gjysën, për gjysën. Ka arë Ebu Bekri Masina, edhe ja ka thonë njëra në dhejë që ty, e i ka thonë pejgamberi, madha tarakta li ahlik, e ti që i dhe familjes, ka thonë taraktu lehumullahu wa rasule. Ja u lashë Allahu në gjallë u veç, edhe pejgamberin tirat, ti pruna të japëtën. Ka thonë Omeri radiallahu anhu, ma sajune e nëshkuj kapitalimin, me këto më zgaraj mua, së më është më shtu japë. Ama kanë garu në punë mira. Pasaj për shambull, të ndërrodhët pejgamberin, i ka nëzit sabë me garu për safin e parë. Ka me ditë që ka në safë parë, kështë qitë, shartë kush po falet në safë parë, po nuk ka me shartë kja, kush është i parë i marrë. Kjo është garë për safë parë. Sa ka ditë e ka dhëmë, përëzëm, khairukum, maj miri për juve është. Do në që e bje ke maj miri? Garan, khairukum, maj miri për juve është a që e mësën Kur'an e o mësën tjerëve. Khairukum li ahli. Maj miri për juve është a që është maj miri për familjen e tij, a që kujdesi për grunë e vetë, i sjellë shumë i edukuar me familjen e tij. Që kjo maj miri, pëtën, garë. E ka unë, ene khairukum li ahli. E unë maj miri në mes një për familjen tam. Normal, kush ka qenë familjar e bashart, ma i dashën, ma i mirë, ma i afrët se Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Ama garën e ka hapa të. Garën e ka hapa Muhammedi aleyhi sallatu wasallam. Pra ndajtë në ndërvëzër, kanë garu me zvete, dohën sahabët, kanë garu me zvete djetarët, kanë garu me zvete devashmit. Ama disa kanë qenë shumë larga. Sufjan e Theu rahimullah, Sufjan ibn Ujejni rahimullah, ka thonë se Sufjan ibn Ujejni ka thonë, këtë kjo për djetarë të hershëm të selefit, ka thonë, kisha pas qef një tem, një mujdet me konë si Ibn Mubareku, një mujdet me konë, ka thonë, po s'moj astretit me konë si ajepën. Kisha pas qef një, po dhe në ashtu ma largu shku Ibn Mubareku. Thot Sufjan ibn Ujejni rahimullah, thot, kom ledzu për sahabet, kur thot Sufjan ibn Ujejni kom ledzu për sahabet, të monë, sa ajo kom për ulimat aditë, a i ti ka ledzu këtë asmetimet. A i ka lezu këtë që ka pasë, i ka njëfë sahabët mirë. Thotë, kom lezu për sahabët e pejgamberit asam, edhe këtë që i ka mungu i Ibn Mubarekut është, vepë se s'ka rënu në kohë tyne. Tjera të cija është, cija ta ka qenë. Në qëfar garim me sahabët, Ibn Mubareku, sa që dëmëhon, ka onë veç s'ka rënu në vakë tyne, se tjera të këtë cija ta i ka. Dërse Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu, e ka pas një Thabit el-Bunani, ka pas një talebet vetë, që ka mësu pitina. Thabit el-Bunani ka qenë pej tabinve. I ka thonë Anas ibn Malik radiallahu ta'ala me një rast, i ka thonë laura ake Rasulullahi la habbek. Të kish pa pejgamberit të kish dashtë. Si ata je, si shok të pejgamberit sa mje. Pse i unë tabine kom kjo pëtën. Anaj të ndërvëzër, në vlerë sabit nuk mund me arrit. Veç pse kam pa pejgamberit ata janë larga pëtën. Veç pse i ka nimu pejgamberit janë larga ata. Veç pse janë pluhnus në rrugë me pejgamberit largën. Po në kuptim të veprave, të angazhimit, ka pas bura që në metajën shtyja pëtën. Paramena, mushti me sahabët. Kërë që ata kanë dy gjithmonë. Edhe ulemat nga kanë ditë me pas një ambicjet në noja, me garuset, jo me tifazët. Me garu me njerëzit e lamis, jo me tjertë. A për shambull, me garu një, me thonë tash, një mjek, apo me neve. Hajde kush pëtin së mund më mira. Me neve garu sa dush, ose një hoq me garu me gjematin. Ose një eksperti teknologjisë me garu për shamu me neve.
Në alen me herën, në një 2 sa një dim të tani, ecëm, thon. Ama ja gara me ata profile me që ata gara, thon. E që aty është gara interesante. E tani ka thonë Ibn Jauzi rahimullah, nga ambicet e nalta edhe subhanallah fryma e garimit që ka pas të rënjosur në spirti, ka thonë Ibn Jauzi rahimullah, të kishte me qenë pejgamberluku, gra që arrijet, i shkon marrë mos me kon pejgamber. Po sa rrjete, është istifa, është përzgjedhje që Allah e kujt, po ka me kon pejgamberluku, që arrijet, isha bu pejgamber. Çfarë ambicia? Çfarë ambicia? Madje ka thonë një për dietarëve, të kishte me qenë e moshën me fluturu, e kësha konzru marrë me jetës në koma, të komë me shkojnë hypë nalë, që është nesë njëri në tokë, qëfar ambice ka pas të ndërlozër, kjo ka qenë pjese, do mënë frymës garuse që ka qenë në mesin e njerëzve. Sot fatë këtë qështë, na jetojmë me një kohë ku ka garim, por jo në shtiqet e duhurat, njerëz garojnë për lavdata, garojnë për ndjekës, garojnë për shambull dunja, garojnë për shtëpia, për gjitha këto të pa kuptimta, që gjitha kanë me lonë fund edhe nështë nuk kanë me gëzu nga jo që janë lodhë për tas për qini minimale të saj. Njëri du të me garu, po me fitu ndije, po ju për me përfitu vetë, po për mujtë sa ma shumë njerëz me përfitu pej asaj që a i banë, për shkak që bamirësia është e kërkuar, jo shëzimi individual, Prandaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi hadith, sikur se transmeton Buhariu në Sahihun e tij, ka thonë, kisha pas shef që këto 2 lugine t'i kam pasuri. Ju në qëti sahabët, se pejgamberi s'ka li pasuri kur, as s'ka punu për këtë punë. E ka thonë, lau editu, lau enne li wadijani, min dheheb. Kisha pas shef mi pas 2 lugine me ari. E ka thonë, pse ja Rasulullah, që në mësumet një kështu, ka thonë, ef'alu bihi, hake edha, hake edha. Ka thonë që t'ja bëjt që kështu të gjujt ndjohën, të dhonë, që ta kisha pasi me pas. Ma daj njëri ka që mi pas, po punë mirë, me koni pavarun në furnizim, mos më varë për jaskujt, me përmbush kërkeset i po edhe me bo ka pak qështët e qështët me bo, përshë ata, që ka është gare duhra, ama njerëzit garojnë për me bo kështët, jo për me bo kështët. Andaj kjo dallimes, garave të kësaj gjenatë dhe garave të gjenatëve të kaluara, Allah në përmirësoft gjendër. Prandaj të ndërlozë, kjo është garimi që në takon neve. Edhe kjo garim padyshim i ka përgatitit e veta, edhe i ka padyshim edhe udhëzimet e veta. Unë du t'ja përmend disa prej tyne që na ndihmojnë në këtë aspekt. Për me qenë garues në këtë shtek i përmena kushte elementare, të certifikohesh për garë, apo ta kesh synimin e caktuar. Cili është synimi? Istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum. Përgjigjeni Allah dhe pejgamberi kur na ka thirrë Allahu na përgjigjem. Që kjo është pse po marr pjesë nga pse më ka thirrë Allahu xhallahu ala. Çka fiton fund garës ti? Apo çka fiton? Fitoj falin e Allahut, kënaqësinë dhe Firdausin. Unë garej për Firdaus, më të natën. Tani çka të bën të poshtë? Ç'a më bë? Çka ka qenë mundësia mirë, po nuk ndalna në Firdaus. Çka është, domthon, pjesa e rëndësishme e garimit. E tash ky garim të ndërruar vëzër i ka dhe disa udhëzime të rëndësishme. Qysh mundet njëri me garu mirë në këtë aspekt? Mas pari të ndërruar vëzër duhet me kuptu drejt garën atë. Duhet me kuptu çfarë që përmend. Pa e kuptu garën, nuk ka mundësi me qenë pjesë e kësaj gare. Ti më thonë që tashti, apo vjen me një garë, tush, a kanë me garu me hongër, a me pi, a me ngoj, çka atë e garë? Dush me ditë natyrën e garës, s'kërkes, dush me ditë, pa e ditë to, nuk mund me qenë pjesë e asnjë gare. A ndat me ditë në çka Allah na ka ftu, me çka Allah na ka ftu, ku na ka ftu Allahu xhallahu ala kështu me radhë. Kjo është shumë e rëndësishme. Çështja e dytë ndërroz është mirë me i përdor, domethënë me i përdor edhe shenet e rëndësishme gjatë garës. Shenet e rëndësishme gjatë garës. Çka nuk kupton gara? Për shembull, gjatë garës ka djathtas, ka majtas, ka shkodrejt, udhëzimet e pejgamberit me njëka këto. Tash na për shembull më thon, ashtu për shembull kush po fal më shumë të recati yacis. Kush po fal më shumë recati yacis. Yacia sa rekati ka farzin? 4. Unë kam fal 6. Ai thot po unë 8, ai 10, 20, 200. Jo, 4 janë. Qëtojnë, apo, e gara tash ju në sasi, po gara në cilësi aftën.
Dikun shelja të ngara edhe në sasi dhe në cilësi. Për shembull, me garu me zekat, zekati e ka sasi 2.5, ama garon cilësi, në sinqeritet, në përkushtim me këtë apo. Ama sadaka ka sasi, ja po, sa të mundesh ja po. Dikun udhëzimet thonë gara edhe me sasi edhe me cilësi. Dikun udhëzimet thonë gara me cilësi, dikun me sasi, njëki udhëzimet thonë. Dikun gara thot nalu. Ja tash si të nalë sunesi, nalu. Se duhet më nalë, ka vene ku duhet më nalë. Andaj njëki udhëzimet e shtegut të rrugës, më rëndësishme shumë ato. Andaj të ndërru vëllezër, nëse njerëz njëkit për shembull risi caktuara që s'janë të legjitimuara me udhëzimet e shariatit, ai garim është unë shtaj, po ti shton ama spaguash, spaguash Allah. Normal. Tash njëri për shembull qëra tash hoxha paguhet, bashkështar mi paguhet, mi fal 5 vakte në xhami. Me kontratë dikush i ka 3, po i ka 5 vakte. Sa rruga kushtimisht 300 euro, 500 euro. Do të si fali 10 vakte në xhami, a më jap 1000 euro? Por s'u fal dhe se vjen xhamati, pesë në farza. Apo nuk mundesh. A më sun ti fal ç'sa dën ti, ç'është dën ti apo? Do për shembull që a më shtoni rrugën se fal drekën me zu. Pa zu është malet, unë me zu e fal, edhe drekën e 100, këtë me zu i fal apo. A më shtoni rrugën ja, ose ta shtojmë se dreka falet pa zu. A kuptuat? Ne më thonë që ka rregulla këtu, so kjo çështje, a dën ti me zu, a dën ti pa zu, a dën ti me gojë, ja. Ti ke më nik uzimet apo. Dash me kon pjesë e garës. Çka më rëndësi shumë, e kuptuat. Nga se edhe mbrana garës, mund më lodh pa nevojë. Nga se s'ka pas tu shenja për lëvizje ose për vrapim ose për diçka tjetër. Ai shumë rëndësishme. Andaj ka thonë Sufjan Thauri rahimullah në kodat e këtij garimi, ka thonë, nëse ke mundësi që kokën me lëviz, që ka thonë pejgamberi bane, se edhe kjo pjesë e garës të shim përpara, ama që ka thonë ai veç. Nëse ai s'ka thonë, mos lëviz atë. Çështja tjetër të ndërvozur është më rëndësi që brenda garës, kush don me kon pjesë e garës, duhet me e shfrytzuar kohën maksimalisht në shërbim të garës. Për shembull, jo më thon, nga një, unë kam të punë vijën e kismet e peta apo. Ja, s'bën kështu atë. Ai që nuk kon pjesë e garës, kohën e shfrytzuar në shërbim të garës. Ashtu nuk kanë kundërta. Apo mund të kon. Për shembull, ata vrapojnë në vrapim maratonik, për shembull, që vrapojnë me kilometra, ai nale çdo kilometri një mesazh WhatsApp ka ardhur, kthehet, një WhatsApp, ai s'mrin kur vëllai. Ti jam me ngajtur si jam me këtë mesazh atë. Andaj duhet me zgjuar sa duhet. Edhe maksimalisht me e zgjuar. Sa më tepër e shfrytëzon kohën në shërbim të garës dhe në shërbim të punëve të mira si pjesë përbërëse e garës, ti je në avantazh. Kime konë, kime esë për para pëtër. Një vonesë ma minimale, eci njerëzë, ku ma shkana për. Rëndaj, një për djetare ka qenë në ders të një hoqë në të kalumën. Për para të ndërmë dhezër, ka qenë shumë më rëndësi me marë hadithin për hoqës, sa i ka qenë pjesë e transmitimit, E ta shtime konë pjesë e zinxhirit ka qenë, punë e madhe konë kjo, punë e madhe atë. E o dosh këgja me ngu mirë, edhe me shu kërejtë se ti ka hadithi, hoqja su këthy dhe i hera për. E të një për me plëcu hadithin, qa dosh me po? E dosh me vytë hoqën, shukën tënë. Ama ta një kër e këtë rëzmetu, s'ke thonë që ke madhe dhe pjatit madhet. Ta është ke zbit një drejgje me poshtë, përshka këse ke marrë për këti kolegut, e për kolegut është rënje, nuk është në avancim, në të konë hadith, apëm. E kanë qenë duke shu hadith pej alimit, a i ka thonë, të rëzmeton filoni, këpi këtina, ka thonë pejgamberi, këta shuj, ka thonë pejgamberi, një të shkut ju ka thonë lapsi. Apëton, ju ka thonë lapsi. Ka thonë kalemun bi dinar, ka thonë një kalem me dinar është i arit, do në sikur se me thonë e bleni laps për 200 euro për. Ja kanë gjujt njerës lapsat, apëton. Apëton është, 200 euro laps, edhe e ka shku hadithin, ka unë e mora partja u paguja, apëton. Se mos me ik hadithi, se me bo me ti, dhe par në njerë që matin që shtu vlazni, apëton, qysh garan kjo, apëton. Ama a i që dhëtë, kismet, në dërë smuta me shku, pa në këj kismet tjetin dërë si shvala, apëton. Këta njerës ka dalë, të si ka vonë kjo, apëton. Apo, ama kësë është tani mund në zingjirët e transmitimis, mund me konë, kjo mund me konë, apo, në fund dikuna, a është pjesë kejta, e kështë më ratë. Andaj,
kohë më rëndësi. Shëzimi i kohës, shëzimi i kohës më rëndësi shumë apo. Pjesë e garës. Ma ai që se bëhet vonë kur gjë, kismet inshallah, bota iku kjo vit në ardhshëm inshallah, ai që kjo është sekondit me garuam. Se garuesi shumë shpejt. Aty më kanë garanin apo, na di më kanë pagarojë as jam. Asim tu garuame, po nëse motesh me ata po më nej të rrugës, më të gjithë i pari je, gjithë i pari. Ama kur bëjsh me që po garon me do garu që ata as ujë s'kan pi, veç me mujtë mes për para, o problem valla, o problem. Kush ka garu për xhenet? Për xhenet kush ka garu apo? Kush ka garu për xhenet valla? Jashtë pejgamberi ka garu apo? Edhe pejgamberi ka garu për xhenet. Po apo? Pejgamberi ka thonë, në xhenet është një vend, la yanbaghi illa li abd. Veç për një rob është. Subhan, po në vend xhenet veç për njëri është. Al-wasila. Që na, a i ven, ja ka garantu Allah pejgamberit, apo. A është ven veç për pejgamberin gjendë, veç ven i tina, apo. Veç për një robë është, apo. Ka thonë, lutën i Allah që më na kur thirë, zonë që ka themi? Allah më rabbe hadhi i davti tame, usërë të kajme, ati Muhammedin il wasile, jepja Muhammedin il wasile, në qatë ven gjenet jepja, apo. E ati Allah e ka jepë, se kalun Allah ven, a bujmë na doa, s'kini bu bëllë, se ka atë ven. Ja, se në Allah pejgamberit shpërlimin në rahmet nevin, apëtën. Normal, apëtën. Mirë po, e ka boj që, aja ka venin, po garan ju me ma shpërlimin për ven ti që ngrit një ven në ju, apëtën. E kuptut? Garimin në gjithë qështja, apëtën. Pasaj të ndërru, o shumë rëndësi që njëri gjatë tër garimit me pas fokusin të finishi, të funi, apëtën. Apo, jo çdo 100 metra me menu pagat me rio valla. Ka dalë se. Funi aty. Veç vën ku i ka men te xheneti Allah ta xhelal. Çdo jushë tjetër, çdo ofertë tjetër, çdo certifikat tjetër të fal, po ka vakt. Ka vakt. E ka qartë. Për shtatë ndër vëllazër Allahu xhalla wala a keni po so shumë kurant flet për xhenetin. Flet shumë Allah për xhenetin, detajet. Para ka thënë pam çfarë kanë me humbur apo. Apo ka thënë që ka me pas kësi pemë, të çuara, e palshuara, e tregon sa gjerësia një drunje. Detaje, po më nej dinim cina, din holsi për xhenetin. Mirë, unë po i bëj një pyetje. Për me besu që ka xhenet, a duhet të detajzohet sërimi din këto detaje? A duhet? Jo, s'duhet. Allah mjafton me thonë, ka xhenet, çfarë është më zot një, veç ka na besojmë. Për shkak se Allahu ka thonë. E pse ka detajzu? Ti më pas fokusin. Se sa më i përgjithshëm, më i paqartë. Sa më i detajzuar. Tash ti për shembull, mund të më përshël sytë para minutë, mëse din për shembull surën Waqia, surën Rahman, surë që flasin detajisht për xhenetin për shembull. Para surën Muhammed për shembull, para mjaltën. So çysh çum shtë që sprishet apo sa po Allah. Çysh lumejt apo çysh sot, çysh ka më pas lumejt e s'ka shtrat. Çysh rrjedh për funi. Këto e ki mundësi të më i paramenu në kuptim të përjetimit, jo realitetit normal, ama detajzimit janë që ti tjetash me qëllimin, me detajet e tina, pa lejuar me të zhvendos as të forcë jashtë aktiv fokusi. A kuptuat? Në sa ka bukur në dunjë, sa ka mirë, ku i kamë në matë. Andaj, thot Malik ibn Dinar, rahimullah, thot në dhe tina në gjenet. Edhe pina uj, pi këvëtherit, e pisha qumshtin, e eca ty, e nalën në... Përmen begatit e gjenetit, pa i suhi, apëtan. Po, me mendimit, menohina, edhe dikur dole, apëtan. Dikur dole për gjenetit. Ta i dhe hina në gjehnem. E provë zakumin, a udhu billah po jedh, a jedh me përshkimin Allah gjellë, e ata ujtë e valë që ka me pi, e atë lkurin që ka me ra, e ato britmat, ato tashketi ka përjetu, edhe i ka mene dole. I thash njësit, që po thutësh, ka përshkoj. E kupton fokusin, ka pëtan tash me shku. E pa ku, hine këtu, ku pëtan? Që si qështë e njerës kanë provoku vedetën që ti në pjesë e garës. Fokusi për para gjithmonë e ka qartë për para se ku ka me shku dhe në rrëmë. Mirë po që gjenet jetë iluzionar, imaginat, apo mirë është, as din detaj, as paramenon kërgjë, e kështë më radhë, nuk ka mundësijet.
Besimtari jeton me xhenet ditë për ditë. Madje edhe punët e dunjos i lidh me xhenet. Para ujë top, e shkon xhenet. Para sa bukur që po me e shkon xhenet. Krejt i lidh me ato se ai që ti unis, që ti e ka fokusin, s'u kthen kryt kërkaj pas sa ti japtën. Prandaj të ndërrollazër në betejën e Uhudit, Enes ibn Nadr, agja i Enes ibn Malik. Enes ibn Malik apo. Agja kur musliman, por në dy vëllezër, Malik ibn Nadr baba e Enes ibn Malikut apo. Ka qenë mushrik. Edhe u ik pi Medinës, ka unë sonë musliman sumbona. E ka pi alkoolin shumë, ka unë sonë nali këtë punë. Si do ke po. E ndron fjalët se këta e kanë halal rakinën, në shkoj me këta që e kanë halal atë. Se ka ai me të vërtetas me bindje, ka mu pi Allah, që aty është e vërteta. E u ik Sham që atje u dek në shirk, Allah na ruaj. E nëna e tij pastaj Umu Sulejm është martuar me Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu, e Enesi ka shkruar pejgamberit alayhis salam. E vllai Malikut, baxha e Enesit, Enes ibn Nadr radhiyallahu ta'ala anhu, nuk ka marrë pjesë në Bedr. Që ashtu ka qenë rrethana ata. Amma ka thonë se Allahu ja mundson pejgamberit edhe një herë mu ballavaçuan, i ka thënë Allahu ç'a bëjë atë. E përmend Bedr ka nuhot ka tregu trinit marramendse, e në fillim të betejës i ka thonë Sa'd ibn Ubadës. Sa'd ibn Ubada ka qenë nga zotnitë e banorët të Medinës. Ai ka thonë Sa'd ibn Ubadës, inni l'ajidu riha al-janna dun al-Uhud. Ka unë çati te Uhudi jam tani në xhenet apo. Çfarë fokusi ka pas? Ai në çat betejë ka shku vëlla, me shku në xhenet. Para na me fitu shpëlimin e Allahut azza xal, me ndihmu pejgamberin sa çaq ka qenë fokusi fuqishëm që kanë filluar edhe shqisat me qenë në shërbim të fokusit. A kuptoni? Edhe shqisat me konë apo të dikush e çysha kjo mundshme. A ti e pretendon apo ne? Kur unë tuar shumë, a nis me torera ushqim atë. Po më duket dikun po pjekët mirë. Kur kon sot u pjek, ama ty po të hat atë. A që shtot apo? Pse fokusi i shkaktuar nga uria e madhe provokon tani duket që e dhera po njet atë. Ai se ka pas me duket, për më ka ni. Se fuqia e fokusit e ka mundsuar Allahu xhallahu me një diçka që na me shqisat e dëmta nuk mundem me dëgjuar dhe me nuhat atë. Ai fokusi, gjithmonë çati ka syt, s'dan kur gjallë. Çati ka syt, çati ka syt gjithmonë. Gjithashtu ndihmon të ndërvozër është edhe normal shfrytëzimi i mundësive ato. Një vin shumë mundësi ato. Shumë mundësi ato. Po ta pa njëri keni pa edhe ju, një miliarder i madh, sa mundësi më përmend ato, në një intervistë. Edhe moderatori i thotë, "Çuçi bëj pasën apo?" Ton këto parë që i bë. Kon para se më të kallzu, thotë merre që çek, shuje sa parë pitën ato. Thotë jo, fal, nuk ka mundësi, po vjen kaç anë, thotë ani ama pra çikun. Çështo ti si mbo, ndryshe mbo. Apo ta mundësia një 1 milion më shumë se shuaj apo. E mund ka mundësia unë kom shujt atë. Nuk kuptoj jo që kom lep dikujt, po kom punuar jam angazhu. Sigurisht mundësi më shku. Hajri inshallah, shkoj kja. Ana dallon dikush. I vjen mundësia më fitu shumë, edhe ik. Po tash ke shansën. Tash ke mundësia më fitu. Pse e lë? E ata që do me kon miliardera xhenetit, ata s'ja falin çështjeve të vogla apo. Nga se ai e din se ni subhanallahu bihamdi më shumë, or do të thonë se ngara atë. A do të thonë se nëse po më sap ni subhanallahu bihamdi, do të thonë se na e nisëm do të thonë për shembull 1000 herë ka thonë, "Ço ty dikon." Vallahi të ndërmozën. Ai që thot subhanallahu bihamdi 100 herë. Që sa është thjesht, subhanallahu bihamdi 100 herë. Edhe ai që thot 101 herë subhanallahu bihamdi nuk kanë barabartë të gara atë. Gara është femen ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Kush sa grimca është mirë, bën mirë ka më pa. Grimc ka aty të vogël. Kanë diskutuar Ebu Hurajra dhe Ibn Omeri për një hadith. E kanë Ibn Omeri këtë hadith ku e keni vëllapton? Për vlerën e namazit xhenazës, edhe për cilës së xhenazës deri te varret apo. Ka thënë pejgamberi son, kush ja fal musliman një xhenazë, falahu qirat. E ka një qirat. Kush e përcjell deri në varr, falahu qiratan. Qirat nuk kupton diçka shumë sevap. Ibn Omeri ka përcjell xhenazët, po ka qenë zonë në punë, ka mujt me ik. Ama te kërdi që ta dith, se kështon me ik aftën. E që ka ndodhë? Në shty, ka unë e bënes, a i sigur që keni këta ditë? Jo e këmëni, se këmëni, e kanë qurë dikon me pëjtë Aishën, radiallahu ta'ala në hatën. Kanë qështë të pëllat Ebu Hurajra, a është të vërtet? Ka unë po është të vërtet, edhe në këmëni të në shëpeka mësëm. Ja kanë pu, dhe më thonë, Lamin Ibn Merit ka unë, të i gju
ka pas dogur në dorë, i ka gjujt, dhe të goptim, kem min qararitin dajana. Thot, sa kiratin pa hub, Zoti herë bofta. Ati i ka hub, e që ty s'ka mujtë me hub, se namazet e gjenazit në falë ku, xhamit pejgamberit, 2 hape i ka pas dhe në Bekije, për në rast i rrallë që së konë heqt me dinë është a i ka, që ty o konë, e ka këdhur humbet madha. Në çdo mundësi më të marrë shëtë zona, një subhanallahu bihamdi, një sadak, një fjalë mirë, një diçka, nuk dihet kur është hajrja, pëtën. Marë, ka mundësi me pas pasojat të mëdha të ndërruar zonë. Shikoj për shembull sa sevapin e ka Qatada radhiyallahu ta'ala anhu pe ulemave të hershëm, apo pse e ka propozuar Omer ibn Abdulaziz me kon halifa atë. Ka qenë domthon diskutimi kam në bosë djali Halis ka qenë i vogël, s'ka bërë me trashëgimu, ka më marr, ka thonë merë Omerin apo se është buri mirë atë. Ja ka po hajrin këtë ummeti islam Omer ibn Abdulaziz. Po për një fjalë kon. Ai ka më çau përzion, çka më thon atë. Punë e madhe. Ja u përzi se ka sevap, ka këshill të mirë. Ati nuk dihet njëri me çka mund me fitu. Muslimon nuk e humb asnjë shans. Kur e din se buzëqeshi ose sadak, edhe shpëtimi nga xhenemi mund me kon me gjysur më. Andaj muslimani këtë punë nuk e humb asnjë mundësi. Edhe fundit të ndrozur, nuk e di me kohë, me humb pa kohën që shem. Po edhe në kuadër të mjeteve që më kuptu është, domthon tash do me pas qëllimin e me pas shfrytëzimin e kohës të mundësive kështu më radh, edhe të ndërruar në kuadër të garës duhet të pas parasysh edhe mendësinë e kompenzimit. Çka nuk kupton mendësia e kompenzimit? Nuk mund të marr pjesë në çdo hajër. Nuk mund apo. Nuk është për shembull nuk është me garu me dikon me dije. Ani, ama kompenzoje qatë mungesë të garim me dije me diçka që mund me boti, apo? Thot njëri pej të hershmive, tha, në u përmen në ndajën tonë me hoxhën, një njëri cili jep shumë sadak. Apo? E i thash hoxhës, shehu që kam pas, i thash, në s'po mundëm me dhonë. Tha, nëse s'mundëm në me dhonë, mundëm mu falë. Apo? E tha, jena falë, dëmon, një kod gatë, nështë ta me mire reqate, kompenzim për sadakën që e për e për. E kuptut? Nëse s'muj me dhonë dërë si kjo, unë e mëjnë me punë të punë tjera, në e kompenzoj këtë humbje me këtë mangësi, me këtë mangësi. Në kuptim të lojit, po dhe brenda lojit, të ka ikë mundësia me konë, si kurse Enes ibn Adem në Bedër, apo vjen Uhudi, e kompenzoje pjesëmarrjen. S'ke mund me konë një legjerat, në gojet ashtë të shpija. S'ke mund me dhonë një qështje caktuar me një vend, e jepe ma vonë. Ama jo, me të mbik mundësit, nga se gara e kërkan kompenzimin. E kërkan kompenzimin, ama. Për shembull njëri cili ka qenë smut, edhe nuk ka mujt me lezu për sa duhet, ama. O, a full përmi që ka banë? Ta është e kompenzon që ka qenë smut, lezën natën e ditën e pak flenë, të tash s'ka mundësi, u i ka e. Andaj, ndërëvëzër, sa na ka ikë një e për kalumës? Pra, sa ka prej të pranishmeve që prej ditës kër ju ka bo farz namazi, apo falet. Ka alhamdulillah, ka 3, po pak janë. Shumë nga njerëzit kanë fillu ma vonë më falë. Se kanë ditë, kanë kalu një rinjë caktume, apo aje që ka kalu të ashavi basaj. Duhet me shtu potencialëm. Sikur se i ka thonë Fudal ibn Iyadi rahimullah njerit i cili, do mon i ka thonë që i kom bo do vjetë, i ka nësa i ka bo, i ka thonë i kom bo për 1.60, ka thonë, ka afrua. Si ka thonë ka afrua, se njerë si të e përmenë dekën, tutën, ka afrua, normal, një kër i ka në 60 vjetë, do afrua ma shumë se që i ka 20 vjetë, në sens, epse, normal, dërsa që i ka 20, e jetë gjallë që i ka 70, po në sens, normal, pritit janë që dikush që ka ma shumë mosh, me qenë ma afer vdekës, kjo shumë normal, e i ka thonë, e që me bo pra, me në shku vjetë, që kështot, shku në shpejt, e ka thonë i laqin, që të ku pëthëm na, ka thonë, ahsin fima të beka, ju gëfer leke fima me dha. Ka thonë, bon mirë na qakamet, ta falë dhe në atë që ka kaluapën. Në të që ka met bële jepi fartë, që ka që ka met qëtash bële jepi. Andaj, na nuk edhim se në ka met, ne edhim se ka në hup, ne edhim se ka në hup, ne edhim se ka në kalu, edhim, nuk edhim se në ka met. Atere, në që të bële që met, fuqeshëm, zellshëm, me dinamik, me cilësi, me ato që është me amira, vazhdo të utje garimin deri në fund. Edhe në përmbyllet të ndërëzër,
padyshim që është më rëndësi që normal me bëu dua. Këto që përmendën sebepe, shuzoj kohën, shuzoj mundësitë, kompenzoje, të ki fokusin atë. Këto që përmendën ka shumë çka më thon për këtë çështje. Këto këto mjete, sebepe që ne ndërmarrim. Mundet me kon suksesshme, mund me kon në të lodhshëm, disa mundem me shizu, disa nuk mundem, disa këtë është relative. Andaj na ndërmarrim masë e duhura. Pastaj e lutim Allahun xhallahu ala, që Allahu te barekuhu teala, apo me na shtyp përpara. E krahas domethënë sebepeve janë këto dy sene të fundit apo. Me i dasht ata që ta kanë kalu, apo edhe me lutë Allahun xhallahu ala që më të bëmë ta. Pastaj çu shka ardhaj sahabiu tek pejgamberi me kaunia Rasulullah, unë du shumë, e du Abu Bekrin, e du Omerin, ama e di që shkort jam me juve. Nëse nuk e di ju keni mërku në xhenet, nuk e di ku jam unë. Edhe ka kajt për këtë ndarje. Zemra ju ka djeg për këtë ndarje. Allah e din këtë hall. Allah e din këtë, domthonë, breng në shpirt njerit tëm. E ka thonë pejgamberi son, ente ma men ahbabt. Kimi kon me ata që i dan. Thot Enes ibn Malik të rësmuz hadisit, thot që kjo hadith të konë lajmi më i gëzueshëm për neve mas islamit. Mas në musliman, vina gëzu shumë, e mas islamit që konë lajmi më i gëzueshëm, se ka qenë inkurajim, në të vrapajen nga e ba, ama pjesën e mbetur të pa mundësis me konë si ata, moshe me dashni. Moshe me dashni. Që shka thonë Imam Shafiu rahimullah, uhibbu salihina, wa lastu minhum. I du të mirë, të pësë së mbityna, shpresoj që dashnia me më bashkë me ta. Andaj na i dojmë sahabët. Si jem si ata, largë jem, ama i dojmë sahabët, i dojmë ulemat, djetarët e mdhaj, i dojmë devotshmit, i dojmë me zemër, flasim për ta, lutëm për ta, dashtë Allah që dashnia për ta me kompenzu pjesën e pa përmbushët e garës që na tentojmë me qenë pjesë e saj, po i kemi mangësit, i kemi problemet, i kemi sfidat tona. Allah xhallahu ala mundësoj që me të vërtet të dalim faqebardh në fund të kësaj gare, të garojmë sikur thash në garat e duhura, jo të gabuara, edhe në shtegun që na shpije direkt te kënaqësia Allah xhallahu ala dhe takimi me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kjo është një përmbledhje e përditshme për këtë çështje, aty për një këshill dhe rikujtim. Allahu ju shpërbleft, Allahu ju nderoft, dashur Allah që dhe pjesëmarrën këtë ders të pjesë e garës për të shfrytzuar mundësitë kohën që të fitojmë më tepër dije edhe të motivojmë për punë të mira. Zoti ju shpërbleft, u nderuar Allah të nderoft. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.